Ndron jetë në moshën 91 vjeç aktoria Brigitte Bardot, yll i filmave të viteve 50-60. Ylli francez Brigitte Bardot ka ndruar jetë në moshën 91 vjeç. Ajo bë famshme me filmin And God Created a Woman në 1956, të shkruar dhe drejtuar nga bashkëshorti i saj, atëherë Roger Vadim. Për 2 dekada, ajo shndrua në ikonën e asaj që njihet si Sex Kitten e Francës. Në fillim të viteve 1970, ajo la kineman dhe u angazhua në mënyrë aktive në politikë dhe mbrojtjen e kafshëve, duke themeluar fondacionin Brigitte Bardot në vitin 1986. Lindur në Paris në vitin 1934, në një familje të pasur katolike, Brigitte Bardot nisi karrierën si balerinë dhe modele, duke u shfaqur në kopertinën e revistës Elle në moshën 15 vjeç. Pasi filloi të merrte role të vogla në film, ajo takoi Roger Vadim, me cilin u martua në vitin 1952. Filmi që i hapi rrugën për famën ndërkombëtare ishte Dhe Zoti krijoi gruan, ku Bardot interpretoi një adoleshente të lirë në Saint-Tropez, duke u bërë menjëherë ikonë botërore. Përveç karrierës në kinema, Brigitte Bardot pati edhe një karrierë muzikore, duke regjistruar këngë të njohura, përfshirë versionin origjinal Je t'aime moi non plus të Serge Gainsbourg. Megjithatë, presioni i famës e bëri të largohej nga skena e filmit, duke u tërhequr plotësisht në vitin 1973, pas filmit historik The Defined and Joint Story of Kolinot. Si aktiviste, ajo angazhua në mbrojtjen e kafshëve, duke protestuar kundër gjuetisë së fokave dhe vrasjes së delfinëve, si dhe duke kritikuar trajtimin e kafshëve në shumë vende të botës. Pas viteve 2000, ajo gjithashtu bëri deklarata politike të forta, duke mbështetur partinë e ekstremit të djathtë francez Front National dhe duke bërë komente që ngjallën debat mbi emigracionin dhe çështje të tjera sociale. Ajo martua 4 herë dhe pati një jetë personale të komentuar gjerësisht nga media, romanca me emra të njohur në botën e artit. Brigitte Bardot do të mbahet mend si një ikonë e kinemas franceze, një figurë kulturore e paharrueshme dhe një aktiviste për kafshët.